Pas aksidenteve të shtuara me fatalitet në fshatin Piran të Prizrenit, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka bërë një paralajmërim për zebrat e vendosura dhe shtimin e sigurisë në këtë pjesë të rrugës magjistrale Prizren-Gjakov. Ministria kanë bërë këtë njoftim. Ju njoftojmë se në këtë zonë janë vendosur vija të bardha për kalim të këmbësorëve, zebrat, me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë. Lusim të gjithë këmbësorët që të përdorin këto vendkalime të shënuara dhe të jenë të kujdesshëm gjatë kalimit të rrugës. Po ashtu bëjmë thirrje edhe shoferëve që të respektojnë vendkalimin për këmbësorë dhe të ulin shpejtësinë, duke i dhënë përparësi këmbësorëve sipas rregullave të komunikacionit. Njëkohësisht kërkojmë nga institucionet përgjegjëse që të vendoset një shenjë informuese për vendkalimin e këmbësorëve në mënyrë që të rritet edhe më shumë siguria dhe vetëdijsimi i pjesëmarrësve në trafik, njofton Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit. Ndërto me prodhime vendore.